Pas përfundimit të angazhimeve në arenën ndërkombëtare, lojtarët e kombëtares shqiptare ndodhen përballë një vere të nxehtë transferimesh, pasigurisht dhe vendime shkyçe për të ardhmen e tyre. Nga porta deri te sulmi, shumë prej tyre janë në një pikë these në karrierë, ndërsa pak janë ata që do të nisin sezonin e ri në qetësi. Porta. Elhan Kastrati, një nga portierët e kombëtares shqiptare, e sheh veten në një situatë të paqartë pas rënies së Citadelës në Serie C. Megjithse mbetet nën kontratë, largimi nga kategoria e dytë italiane pritet të ndikojë në qëndrimin e tij në klub. E ardhmja e tij do të varet nga ofertat që mund të paraqiten gjatë merkatos dhe gatishmëria e klubit për të negociuar një transferim. Mbrojtja. Lëvizje të mundshme dhe prapavi në ndërtim. Situata në repartin e mbrojtjes është mjaft e larmishme. Ardian Ismaili është aktualisht lojtar i lirë pas përfundimit të kontratës me Empolin për pak ditë dhe nuk dihet ende se ku do ta vijojë karrierën. Interesimi për të nuk mungon, por vendimi përfundimtar pritet në javët në vijim. Berat Gjimshiti, një nga liderët e kombëtares, ka marrë një ofertë të majme nga Katari, por deri më tani ka refuzuar çdo tundim financiar që e largon nga futbolli elitar evropian. Shanset janë që ai të mbetet tek Atalanta, por një ndryshim nuk përjashtohet plotësisht. Elseid Hysaj, Ivan Balliu dhe Mario Mitaj nuk pritet të lëvizin këtë verë, duke ruajtur stabilitetin në klubet e tyre respektive, një faktor ky pozitiv për strukturën mbrojtëse të kombëtares. Situata e paqartë është dhe për Arlinda Jetin, i cili pas rënies së Bodrumsporit nga kategoria elitare turke, mund të shohë mundësinë për një transferim të ri pavarësisht se është ende nën kontratë. Ndërkohë, Marash Kumbulla është rikthyer te Roma pas huazimit në La Liga me Spanjolin. E ardhmja e tij është në duart e trajnerit Gasperini, i cili do të vendosë nëse mbrojtësi shqiptar do të jetë pjesë e planeve të verdekuqve apo do të kërkojë minuta diku tjetër. Mesfusha. Christian Aslani është mes emrave më të përfolur për një largim të mundshëm nga Interi, megjithse ka treguar cilësi, hapësirat e pakta të kampionët e Italisë mund ta shtyjnë drejt një aventure të re, ku mund të ketë më shumë minuta në këmbë. Qazim Laçi dhe Medon Berisha duket se do të vazhdojnë në klubet aktuale, ndërsa Ramadani thuhet se ka një ofertë nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Një tjetër zhvillim interesant është ai i Atrion Pajazitit, i cili pas përfundimit të kontratës me Fulhamin është bërë lojtar i lirë dhe sipas të gjitha gjasave do të transferohet te Hajduku i Splitit në Kroaci, një hap që mund t'i japë atij më shumë hapësira në kombëtare. Edhe hyrja e re Julian Shehu për pak ditë del lojtar i lirë dhe nuk dihet nëse do të rinovojë në Poloni. Sulmi. Verë lëvizjesh dhe destinacione të reja për emrat kryesor të sulmit. Sulmi është ndoshta reparti më dinamik të verë. Yasir Hasani është në muajt e fundit të kontratës me klubin korean Yugor të Gwangju dhe po shqyrton disa oferta nga kampionate më konkurruese. Ai pritet të largohet për të bërë hapin e radhës në karrierën e tij. Nedim Bajrami, që aktivizohet në Skoci, nuk ka shumë mundësi për të ndryshuar ambient, ndërsa Arber Hoxha është përfolur se mund të largohet nga Dinamo e Zagrebit. Ernest Muçi gjithashtu është në një pozitë të paqartë te Beşiktashi, ku nuk e ka të sigurt vendin në formacion. Klubi turk është duke shqyrtuar mundësinë e shitjes së tij. Në plan të parë janë dhe 3 emra të rëndësishëm për sulmin: Armando Broja, Rei Manaj dhe Mirlind Daku. Broja, pas një sezoni të vështirë, është kërkuar nga disa skuadra europiane dhe pritet që klubi londinez të vendosë për të në javët e ardhshme. Pretendimet padyshim që janë ulur tashmë. Rei Manaj, pas rënies së Sivasporit nga kategoria, është gati për një kapitull të ri, ndoshta në një kampionat më të fortë, ndërsa Daku, pas një sezoni të shkëlqyer me Rubin Kazanin dhe mosmarrveshjes me Zenitin për kushtet e transferimit, mbetet për momentin në Rusi me një vit kontratë mbetur.